Oh
skuadrës me këtë përbërje është Myrka në port, nga e majtë në djathtë në mbrojtje është Marku Temja Ramili, Kruja, Bega, Nani, Hila, Mehmeti, Roboshta dhe Akansase. Pra skuadra vendase e Besnikës luan me formacionin 1-4-1-3-2, ndërsa skuadra mike e Shirokës luan me këtë formacion. Trajneri i skuadrës së Besnikës është trajneri i njohur shkodrani Elvis Flori, i cili ka marrë drejtimin e kësaj skuadre në fillim të sezonit me objektiva të qarta fal edhe mbështetjes që ka patur nga presidenca e skuadrës së Besnikës me krye zotin Pirin Fushaj dhe Bashkia Lezhë me kryetar zotin Pirindreu. Ndërkohë që skuadra mike e Shirokës ka këtë përmbajtje, luan me Lujkaj, Peku, Kaplanaj, Drabeja, Filipi, Ogun Bire, Vucaj, Kalaja, Kenneth, Dulaj dhe Dibra. Ndërkohë që duhet theksuar fakti se skuadra e Besnikës është i vetmi ekip në grupin A të kategorisë së dytë që nuk ka humbur dhe ka vetëm 3 barazime. Një barazim ndeshjen e parë me Shirokën në Shkodër 1-1 dhe 2 barazime me skuadrën e Erzenit Shiakut, 1 në Lezhë dhe 1 në Librazh, më falni, me Sopotin e Librazhit. Një lapsus, natyrisht dhe emocionet bëjnë punën e tyre, ndërkohë që do ta drejtojnë këtë ndeshje arbitër kryesor Ledio Bakalli nga Tirana, i ndihmuar nga asistenti i parë Klajdi Hoxha, asistenti i dytë Giulio Koçi, gjyqtar i katërt Dionis Kushta dhe delegat i Federatës Shqiptare të Futbollit është Dritan Kadia. Vëshkues është Petrit Braja dhe pritet nga momenti në moment, ndërsa ju lutem të jemi gati se po dalin ekipet të tundim flamujt. Të tundim flamujt, për arsye filmike, të gjithë të tundim flamujt. Hajde, bravo, bravo. Thirrje nga fonia e Enkas në stadium për të krijuar atmosferë në daljen e formacioneve të skuadrave përkatëse të shoqëruar nga fëmijët të Akademisë Besnikja me të dy ngjyrat e respektive të dyja skuadrave, ndërkohë që skuadra vendase Besnikja luan në uniformën e saj të zakonshme kuqe verdh, ndërsa skuadra mike e Shirokës luan me uniformën komplet në blu. Ndërkohë që ka një alternim të fëmijëve që shoqëruan lojtarët e skuadrës Besnikja ishin me uniformë blu, ndërsa ata që shoqëruan lojtarët e skuadrës me njëri prej futbollistëve të skuadrës së Beslidhjes ka në krave fëmijën, një fëmijë sa duhet të jetë fëmija i tij, pra Ramili, ka përshëndetur në mënyrë të veçantë kapiteni i skuadrës së Beslidhjes është Jesmin Raboshta, ndërsa kapiteni i skuadrës mike të Shirokës është mbrojtësi i njohur Klajdi Dibra, i cili ka luajtur për disa sezone me skuadrën e Beslidhjes. Tani skuadrat janë vendosur në sipas shortit kanë ndruar anët e fushës. Skuadra e Beslidhjes është vendosur në portën në anën veriore të stadiumit, ndërsa skuadra mike e Shirokës është vendosur në anën perëndimore të stadiumit. Pritet në moment të fillojë një takim i rëndësishëm për
skuadrën e Besligës, pasi sa duket është përgatitur edhe festa. Dhe kjo ndeshje, si që thamë, në kryet herës ka vlera vetëm statistikore, pasi skuadra vendase e Besligës, ashtu siç ka punuar për gjatë gjithë kampionatit në objektimin e vetëm, rikthimin në kategorinë e parë, mision të cilën e ka kryer fal lojrave që ka zhvilluar gjatë gjithë kampionatit dhe paraqitjes shumë dinitoze do thoya që ka bërë në këtë kampionat. Ndërkohë që skuadra e Shirokës duhet thënë edhe për këtë skuadër fjalë të mira, pasi është debutimi i saj i parë në kampionatin e kategorisë së dytë, ka një skuadër e formuaristas dhe që ka rivalizuar me mjaft krenari dhe dinitet do të thoya në këtë kategori, por pamundur të shkojë më tej, pasi skuadra me traditë, me eksperiencë futboll si Besligja, natyrisht ka qenë e vështirë, jo vetëm për skuadrën e Shirokës, por për gjitha skuadrat e kësaj kategorie të grupit A për të përballuar forcën e skuadrës së Besligjës, ndërkohë që skuadra e Besligjës ka në përbërjen e saj dy gërshënuesit më të mirë të kampionatit të kategorisë së dytë të grupit A dhe gjithë kategorisë së dytë. Raboshten dhe Akarzazën, aksion i skuadrës Shirokës, por mbrojtësi njëri për mbrojtësve të skuadrës së Besligjës e ka shoqëruar topin derisa ka dalë në jashtë vijave kufizuese të fushës. Është radhët e skuadrës teksa e hedhë në sy formacionit të skuadrës mike të Shirokës. Brencën radhë e saj luajnë emrat cilësor të kampionatit rezultatare. Është Mehmeti për Besligjen, i cili ka kthyer një top prapa për Markun, Antonio Marku, mbrojtësi krahë të majt. Raboshta bërë në zonës, por topi ka qenë shumë si sa duhet dhe ka përfunduar në duart e portierit Luikaj, një portier i ardhur nga Akademia Bosnia. Rivani ansore është Ramili. Ka kryer të Rivani. Koç, si që kjo ndeshje përpos transmetimit të drejt në statusin e Agostin Cin Marinit, do transmetohet drejt pushteti edhe në valët e TV100 në Shkodër dhe në valët e Star Plusit po Shkodër. Ka ndërhyrë gjyqtari kryesor, i cili ka kërkuar një goditje dënimi në favor të skuadrës së Besligjës, nëse ndërhyrja ka bërë e njëri për shumë Kruja pastaj ka pasuar në krahun e djathtë një rivanje ansore në krahun e djathtë. Ka zhvilluar me futbollistët ka fituar të drejtë rivendjes ansore dhe skuadrat lezhiane në këtë manovër sëlluese në këtë moment. Është Kruja, Arsit Kruja. Ka pasuar shkurtë në krahun e djathtë, është krosuar brenda zonës. Në zonën rëpsis është Gjobe e ka kthyer me të majtën, por ka ndërhyrë ato një mbrojtës dhe ka lëruar topin jashtë Rivani, topi jashtë vijave kufizuese të fushës, por do rënë lojë në ana e skuadrës së Besligjës. Rezultati vazhdon të jetë i bardhë,
Desliga 0 e Shiroka 0. Kruja brenda zonës. Por ka ndërhyrë Squadrati junior e Flori la Bënje Ansore dhe Kaune Majtë në progres së skuadrës vërtet performanca impresionante të skuadrës shqiptare e cila nuk njeh rivali në këtë kategori. Ndërhyrë aty me tepër forcë Temja e ka ndërhyrë por natyrisht dhe skuadra e Shirokës një në luftim me njërin prej në udhëheqjet e presidentit saj, djaloshi pasional Ergjaxhani, i cili ka krijuar në vërtet një ansambël mjaft simpatik. Ramilli Në pjesëmarrjen e saj, skuadra e Shirokës njëri prej lojtarëve të skuadrës në përfundim të aktivitetit Argentina dhe të nga Karuimaj ka ndërru Kenneth në pas Dulaj përsëri Kenneth ka këllur nga Karuimaj në momentin e shtefën të zonës në mënyrë të është njëri personazhe të skuadrës mire të Shirokës brenda zonës së Rusisë dhe gjyqtari kryesor i të aksionit një goditje dënimit të cilën e ka ekzekutuar me shpejtësi portieri i skuadrës Leqiani Myrta në top nga Karuimaj jashtë ansore që kanë përfunduar për skuadrës së Shirokës në moment të rritje ansore në gjithë të fushën e saj nga Karuimaj që të zotrohet nga lojtarët e skuadrës brendës për tek Vego Hila në moment pasim dhe kanë ndërhyrë ndërtje e skuadrës do të përfunduar jashtë ansore ishte bërë Ibra shojtja e skuadrës jashtë vijave të fushës rivaliancore për skuadrën e Stirjes si në këtë moment e ka zotëri do të jashtë për Kruja për batutuzet brenda zonës me rezultatin 1-0. Ishte një aksion i bukur me protagonist do të thoja kapitenin Raboshta i cili pasoi brenda zonës për Arkansasën e ky teksa parë e ktheu topin përsëri tek Raboshta. Pastaj Raboshta ka parë në krahun e majtë të sumit brenda zonës Rusisë ka parë njërin prej kolegëve të tij dhe siç po konfirmon kolegu Dibra është Temja autori i golit në minutën e 8. Pra Desliga udhëheq me rezultatin 1-0 me gol të shënuar nga Temja pas një aksioni të bukur të skuadrës së Desligës me shumë pasime dhe çka dëshmon ka janë shpërthyer humoristë së zjarrit të shoqëruara me këmosje dhe shkruar një atmosferë mjaft festive në momentin e shënimit të golit. Antonio Marco
Vazhdon skuadra e Besnias të kumbull me aksionet për topin e krahun e gjatë Ramili. Gjithë një Ramili ka pasur mjaft për Arkansasën brenda zonës. Por ka ndërhyrë Mehmeti ka pasur mjaft por Arkansasë ka humbur mundësinë për ta përdorur topin brenda zonës dhe për të krijuar një rast. Por kalon ky moment i vështirë për portën. Mehmeti përsëri e ka dërguar topin brenda zonës, por ka dalë portieri Luikaj, Endri Luikaj, i cili e ka larguar, e ka marrë topin dhe e ka nisur me shpejtësi. Është ky Filipi, pastaj është numri 9 Ogun Bire, por topi ka dalë jashtë linjës dhe kufizuar se fushës për të rritur Loi. Sa duket kemi Raboshta, dy futbollistë skuadrës së Shirokës. Gjoben duke qenë me njërin prej mbrojtësve të skuadrës Pike, Eskenet. Marko mbron topin, por arrit momenti vështirë. Gjujtje në hyrje të zonës e 16 metrash nga numri 9 i skuadrës Pike, Ogun Bire, por topi ka dalë jashtë linjës kufizuese, ngjitur me shtyllën e majtë portës së mbrojtur nga portieri Myrto, i cili ka dërguar me tepër forcë në drejtim të mesit të fushës. Kruja, Raboshta, nisur të topë gjatë. Dhe rivënje me tuar. Ka shqiptimi numër 3 Temja, i cili ka kryer përsëri deviacione e Shirokës, e cila kërkon të reagojë pas pesimitit të minutës të tepër, pas presimit të jesër të skuadrës shqiptare. Të cilën kanë mbushur lopën e Risultati 1-0 për skuadrën e vendës së Besnivja. Ndërkohë që do të qëllë fakti se në numër të shtuar të tifozërisë Gjasjani kanë ardhur me Shkodrës pas konfirmimit të kolegut tim Edmond kanë ardhur në numri konsultashëm me autobus të vendeshëm Pendas në presidenca kësaj shkolle 10 bundje ka autobus shka i bjen që në 400 spektatorë në shkolle. Dhe ajo çfarë është
Do të thënë që në këtë kampionat prezencë të shtuar të tifozërisë dhe nuk është qeshje më është qeshje pushtetje që skuadra vendase, sidomos skuadra vendase. Besnidja ka marrë nga tifozëria e zjarë dhe saj, jo vetëm në ndeshjet brenda në fushën e saj, por edhe ndeshjet në transfer. Kjo fal mundësive të kryuara nga presidenti i fushës. Kontuar të pasojë praun e majtë të sulmit. Ka nisur në shpejtësi Erion Vucaj, direttor me eksperiencë, por pa problem portën. Sa kemi një vurë të buar është Ramili, që të dasë të lidhë dhe kemi të topa në fush. Njëri prej tyre është Anisu Loja, syre Dibra me dy luftëtir majorove më të Kansasa, mbrojtësi Qendrës Dibra, kapiteni i skuadrës, dhe të cilin e ka kryer është të një aksion nga krahuna të Vucaj. Por i vëmendshëm Ramili ka ndërhyrë në moment i vështirë ka mos marrëveshje midis mbrojtësve të skuadrës së Besnidjes dhe ka qenë Marko ai që ka nxjerrur topin jashtë vjen, kufizues e fushës e përket të lidhje nga këmbë në krahun e majtë. Në krahun e majtë sulmit të skuadrës Shirokës ka një gjujtje mjaft të bukur në të majtën të numrit 13 kaneve të travers. Është regjistruar kjo në minutën e 15 kaneve Venjansore Kruja në krahun e majtë ka ndërhyrë Kaplanaj. Kapiten në ndeshjen e sotme për skuadrën e Besnidjes është ka gabuar një mbrojtësve të skuadrës Shirokës, ndërkohë që kemi dëmtuar një lojtar të skuadrës vendase të Besnidjes është pikërisht Gjulio Mehmeti, është i dëmtuar dhe kërkon ndihmën, ka shkuar arbitri kryesor. Ndërkohë që sa duket Mehmeti, është Antonio Marku, mbrojtësi i krahut të majtë të skuadrës së Besnidjes, që u dëmtua por pa probleme është rikthyer në lojë. Topi është jashtë vijave kufizuese për të rivën në lojë nga skuadra amike me anë të Kenneth, i cili ka gabuar në pasim. Nuk është respektuar fair play, sa duket përsëri rivenjansore në duar. Kenneth në minutën e 15 është autori asaj goditje në hyrje të 16 ka gabuar njëri prej mbrojtësve. Kalon këtë problem. Ky moment i vështirë për portën e skuadrës vendase, mbrojtja në portieri Myrta.
Po shkojmë drejt minutës 20. Raboshta me përmbyen një tofë në luftimin ajror me Kaplanin. Topi është në mesin e fushës. Në krahun e majt është Dulej. Dulej e vënon topin. Pa problem për portë e skuadrës Bestiljes. Është portieri Mynta. Pastaj me Meti një lojtar mes fushor mjaft i lëvizshëm dhe që kryen një volum të madh loje sa në tërheqje sa në shumë, pra luan jo vetëm në mesin e fushës ku është profili i tij, por luan shkon deri para mbrojtjes së skuadrës, pra terreni i tij është në hapësirën e madhe midis dy harçeve të 16 metrëshve të dy portave të Raboshta, më u janë që Raboshta. Ka harruar mjaft. I kishte të gjitha mundësit Arkansase të shënonte golin e dytë. Regjistrohet minuta 20. Pasi topit adresuar mjaft bukur dhe saktë në Raboshta në krahun e djathtë, Arkansase me gol. Kruja në pasila atë një sakë në gjithë mlaci ka të një mbrojtje të skuadrës Shirokës. Ishte Ramili, Filipi në krahu i djathtë është përballti Marku, ka ndërhyrë dhe ka nga një distancë largët njerit prej lojtarëve të skuadrës së Shirokës, e pikërisht Peku, numër 4, ka gjutur, por portieri janë në pozicion të pritur pa përfaqësi. Kruja në krahun e djathtë. Ka pasur mjaft bukur. Ka lënë topin të lirë Arkansase për njërin prej. Sa duket po hilën, por nuk janë marrë përshëndetje me tjetrin dhe kalon kështu ky moment. Vazhdon të sulmojë dhe ta sundoj lojën skuadra e Beslidhjes, që veç me rezultatin 1-0 me gol të shënuar që në minutën e 8 nga Temja ka momente pauze. Rifillon loja. Përdorim mjaft bukur të topit në Arkansase, i cili për pak sa nuk e dërgoi topin në rrjet. Ishte një lëvizje mashtruese e tij, por dhe një top i bukur tokas drejt portës, por topi kaloi paksa në të djathtë të shtyllës Dule, të krahut të djathtë të portës mbrojtur nga portieri mik një skuadrës Shirokës, Lujka, një portier i ri, i ardhur nga Akademinë e Vllaznisë, një portier me mjaft perspektivë do të thoja, i cili këtë sezon luan për skuadrën e Shirokës.
duhet forcuar edhe skuadra e Shirokës për paraqitjen dinitoze të saj në këtë kampionat, e cila erdhi në këtë grup vendas të Beslidjes kondicionuar në minutën e 25 të ndeshjes. Difishuar rezultati i ndeshjes 2-0 në favor të skuadrës Beslidjes, ka shënuar me një goditje nga krahu i majt drejt për drejt, që topi shkoi drejt për drejt, por ishte një goditje pa shumë përjetime, ishte më shumë një top i dhënë për pasim, por që ka përfunduar drejt për shtetin, por dhe Beslidja udhëheq me rezultatin 2-0. Është si ndodh ose ka ndodhur më saktë edhe herë të tjera, ka një shpërputhje të numrave dhe të protokollit, çka e kemi të vështirë të identifikojmë së paku letarët gjyrë, letarët e kuaj, por gjithsesi duke shfrytzuar edhe njohjen që kemi për pjesën më të madhe të letarëve, përpiqemi ta kapacojmë në moment. Kthyer të prapë por është marrë në letarët e skuadrës mike, Vucaj ka pasuar tek Peku. Kemi një goditje dënimi apo ribanjansore në shortë, ose ribanjansore kryer në marrë, që ka pasuar tek Hila, ja ka kthyer prapa përsëri marrë me Meti. Hila, Gjove, ka rëshkritur Mehmeti, Temja, me shumë qëtësi dhe njësë aksionet të bukur, i skuadrës vendase është Hila, por është ratuar më vetëm Akansase dhe topi ka përfunduar jashtë linjave kufizuese të fushës për të rivënë në lojë në rivënjansore sa duket në favor të skuadrës së Shirokës.
Ka pasuar të tek Mehmeti për shmar tobin në lëtarë. Miq është Gjycaj, ka thyrë tobin prapa, për tek Drabeja, pastaj Kalaja, Arlind Kalaja, me numin 11, e i cili ka njësë në top të shpejt, por kanë sasën, por topi ka qenë në fortë që duhet, dhe ka migruar të dalë, portieri Mik Lujkaj. Dhe 21 vjeçari Lujkaj, i cili me 29 prirë, bosh 21 vjeç, një portier i ri dhe në perspektivë që luan në këtë sezon në radhë të skuadrës së Shirokës. Dulaj e ka thyer topin prapa, por tek Kaplana ka një hyrje gabuar që ka Kansasës në dëm të Pekut. Regjistroja të goditje dënimi, Kaplanaj ka gabuar në pasim në marrë topin të zjanë, në topi gjatë për Krujen, ka pasuar brënd skuadra e Studës në bosh. Porta ishte bosh atisur dhe nuk e dinë se po donte ta çonte topin a Kansasë. Ishte një pasim mjaft i bukur. Me portën bosh, teksa Pau në moment Raboshta, fale eksperiencës ti, e pasoi topin mjaft shpejt për Kansasë, i cili ka gabuar dhe ka dërguar topin, ndërkohë që nuk ishte më shumë se 2 metra në linjën fatale, e ka dërguar topin aty ku pikërisht nuk duhet ta dërgonte. Jashtë, teksa porta ishte boshatisur dhe Kansasë të ishte mbrojtës e skuadrës së Shirokës nuk do ta largonte kaq mirë topin në zonën e rrepsisë. Gjëra që ndodhin në momentet që ndodhin. Topi është njësër nga emni. Ka një ndërhyrje të gabuar në dëm të Dulajt, Elidon Dulaj, sulmuesi i skuadrës mike. Goditje të Nimrit. Në mesin e fushës, në të majtë të mesit fushës, është kaluar topi nga Drabeja. Pastaj Dibra ka pasuar në krahun e djathtë për me kolegun e tij. Ashtu një aksion i skuadrës mike. Kruja nga sulmi në ndim të mbrojtjes. Është Fucaj ka harkuar në mesi fushës në krahun e djathtë të sulmit, por është aty Marko, mbrojtësi i krahut majtë, i cili ka hyrë, por në dëmbëtje është kaftuar një goditje dënimi nga ana e sulmosit Filipi, e cila të ekzekutohet nga portieri i skuadrës Beslidjes Kyrta. Distancë Grulli e ka goditur në tip forcë, por ndërhyer nga kokë njëri prej mbrojtësve të skuadrës mike, në topin është 23 për skuadrës Beslidjes. Është top
gjatë, por muj avancuar se duhet, ndërkohë që priste Kruja, Arsit Kruja, ishte në hyrje të zonë që qashtë të përshë të kartë, priste tokët, mirë për të rejëzë në forëse të vërë. Jemi në minutën e 35 të takimit, vazhdon rezultati 2-0 në favor të skuadrës së Beslidjes, me gole që në minutën e 8 në Temja dhe minutën e 25 në Gjobe. Aksioni skuadrës Gjame, Gjobe, gjithë Gjobe është peluar në mënyrë të parë në një mbrojtës e skuadrës Shirokës dhe goditje dënimi në krahun e majtë sulmi të skuadrës së Beslidjes. Ka shkuar Kruja që do të godas topin Arsit Kruja me numrin 14. Heqëm në distancë në Vrulli, pritë mjarkimi ti ashtu si është në natyrën e ti, e ka harkuar brenda zonës dhe teksa topi drejtoi rrjetës ka ndërhyrë me këmbë njëri prej mbajtësve dhe ka larguar të rrezik. Është aksioni skuadrës mike, është Ogun. Pretendojnë në misht për një goditje dënimi, por gjyqtarin kryesor nuk e çmon të tillë. Ramoshta në luftën me Kafana i cili ka hyrë në fund të katës dhe ka larguar tokën. Pila Kruja ka në djathë sulm të skuadrës e ka harkuar mjaft bukur. Me veti me të majtën, pa ndaluar topin, por ka ndërhyrë mbrojtja. E nis një aksion i skuadrës mike, është aty numri 7 Filipi e ka pasuar për tek në të djathtë të topit brenda zonës është njëri prej sulmuesve ka shpërndur. Është se të topit. Olimpiare ka humbur një rast shumë të pastër për të shënuar gol. E mbajti mjaft mirë topin në zonës, madje shpangu dhe ndërhyrjen e portierit dhe në momentin që pritej të gjuante, ai ka preferuar të pasojë, por topi ka qenë pa forcën e duhur dhe ka ndërhyrë me shpejtësi mbrojtja e skuadrës Vanase dhe ka evituar kështu të rast të vështirë në portën e skuadrës Beslidjes, sa duket ka qenë mbrojtësi Temja, i cili ka ndërhyrë me mjaft siguri dhe ka larguar këtë moment të vështirë për portën e skuadrës Beslidja. Pra, kthehet në protagonist mbrojtësi Temja me evitimin e këtij momentit të vështirë në portën e tij, ashtu si Temja. Kemi në të vëndëse largohet numri 30 dhe në treshu është larguar Divra dhe vendin e tij e ka zënë Gabriel Roku me numrin 3. Pra një zëvendësim në mbrojtje. Ibra është larguar. I duar të kitur.
kanë betur me 5 minuta në përse të tjere. Një minut pak se 10 minuta lojë në pjesa e parë ashton rezultati 2-0 për skuadrën e Besligjes. Pra është larguar Klejdi Dibra dhe vendin e tij e klason numri 3 Gabriel Rocco. Mase Dibra sa të ketë shuar në minutën tim gjatë lojës dhe është ky lojë një zëvendësim i detyruar për stafin e skuadrës Shirokës, pra për trajnerin Ardit Mani, pasi njohur që ne kemi për Dibrën, ai është një lojtar që kryesor në formacionin e skuadrës Shirokës dhe në gjithë historinë e tij, kudo që ka luajtur, Dibra ka qenë një lojtar i rëndësishëm në formacionin e gjitha skuadrave që ai ka luajtur përgjatë karrierës së tij futbollistike, ndërkohë që ka luajtur edhe për skuadrën e Besligjes përpara se sa të shkonte Shiroka, moment i vështirë. Është një aksion nga Krakudia, ka gjuajtur me tepër forcë njëri prej lojtarëve e pikërisht të numri 3. Një sapo flutur Rocco. Por pa problem për portën e skuadrës. Tornicia, Kruin, ndërthim e rol, rivënjënësore të Shirokës. Përsëri rivënjënësore në krahun e majt në afërsi të fijës së mesit fundit. Beja ka kthyer në prapa. Arlin Kalaja. Mili ka ndërhyrë dhe rivënjënësore është treta në arkun kohor për pak se 2 minuta. Pasuar mjaft pikur Caj. Krahun e majt, por ka hyrë mbrojtja e skuadrës Besligjes është Rocco sapo futur në lojë që duan një goditje dënimi. Meti e ka dërguar në tepër forcë në krah e majtësimit të skuadrës së Besligjes është Gjobe. Ndërhyrjen e importës së skuadrës së Shirokës e nis këtu një aksion për shtyr pa nisur akoma. Questo è il suo show, perché c'è un piatto, per le scolamite. Bega, pastaj Mehmeti, Gjulja Mehmeti një mesëfor mjaft aktiv i skuadrës së Besligjes. Agosta e ka tepruar me mbajtjen e tokit dhe madje ka hyrë në mënyrë të gabuar Peku, i cili jo pak raste ndërhyn në mënyrë të gabuar duke shkaktuar goditje dënimi, falma në favor të skuadrës është Mehmeti, e
ka kthyer temja përsëri me Mehmetin. Për të Hila, një topi bukur në krahun e majtë të Gjobe, gjithë një Gjobe. Autori të lidhë Gjobe brenda zonës. Ka një përbitje dënimi pas Gjobe. Në mënyrë të caktuar në dëm të mbrojtjes të skuadrës. Shirokës përbitje dënimi në sektorin e mbrojtjen e skuadrës mike, topi për mosmarrësi në sektorin e mbrojtjes të skuadrës Drabeja, më shumë ka larguar se sa pasur, gjithë Hila pas shumë i bukur drejt Ragostës, Hila moment mjaft i bukur. Hila ka gjujtur me të majtën, por i vëmendshëm portieri i skuadrës Luikaj dhe kalon kështu ky moment i vështirë. Është në përshit plot, thoya skuadra e Beslidjes deri në këtë moment, ndërkohë që dëgjohet të shkëmbimi gjyqtarë kryesor të këtij takimi, Ledio Bakalli, i cili ka sinjalizuar përfundimin e 45 minuta të parë, e cila është mundur rezultatin e pasur 2-0 në favor të skuadrës së Beslidjes, në golat shënuar nga Temja në minutën e 8 dhe në minutën e 25 nga Gjobe. Dhe deri në pjesën e dytë bëjmë një shkputje të vogël për të rikthyer në transmetimin e drejt për drejt të pjesës së dytë këtu nga stadiumi Beslidja i qytetit Lezhës.